E cilësuar si dita e miqësisë, ka startuar edicioni 14, i cili ka çelur si pari në qytetin e Shkupit për të vijuar në Preshev, Bujanoc dhe Kosovë. Unioni i Gazetarëve të Shqipërisë ka fillesat në qytetin e Elbasanit, të cilët ishin promotorët e parë për krijimin e tij në bashkëpunim me shoqatën Rese Gnantia në drejtimin e Xhimi Vila. Unioni i Gazetarëve nga viti në vit filloi të zgjerohej nga qyteti i Elbasanit, kur nisi drejt gjitha qyteteve të Shqipërisë e më pas mori shtrirje edhe në Maqedoninë dhe në Kosovë. Qëllimi i unionit është që të lidhin miqësi në kuadrin e informimit midis mediave dhe gazetarëve të trevave të Shqipërisë dhe të diasporës. Edicioni 14 u mblodh në Shkup në moderimin e Xhimi Vila, ku pjesëmarrës ishin gazetarë nga Shqipëria si dhe disa media nga Maqedonia e Veriut. Të pranishmit u njohën në rrugtimin 14 vjeçar të UGSH-s nëpërmjet një videofilmimi në monitor. I pranishëm në këtë takim ishte edhe shkëlqësia e tij, ambasadori i Republikës së Shqipërisë, zoti Dejlon Mejdani. Faleminderit për mikpritjen, faleminderit për pjesëmarrjen dhe faleminderit për prezencën tuaj në hapjen e forumit për dezinformimin në hapësirën e Ballkanit Perëndimor. Shkëlqësia juaj, zoti ambasadori i Republikës së Shqipërisë, zoti Dejlon Mejdani, ju shpreh në emër të Unionit të Gazetarëve Shqiptar falënderimin për gatishmërinë tuaj për të qenë një ndërmjetës dhe në marrëdhënien midis shoqërive tona dhe misionit që ka merrë. Ne jemi të ndërgjegjshëm që në kushtet ku avantazhet e mjeteve të komunikimit, avantazhet që garantohen prej zhvillimit të teknologjive të komunikimit dhe industrisë të komunikimit, nxjerrin sfida të jashtëzakonshme për entitetin tonë profesional, për gazetarinë profesioniste, për mediat profesionale, për gazetarët profesionistë. Cilin unë kam nderin dhe kënaqësinë ta moderoj. Në shparakart kemi dy përshëndetje, dy mesazhe që vijnë nga emri dhe funksioni i partneritetit që kemi në shoqëritar. Pavarësisht se ne jemi pushtete të ndara dhe pavarësisht se ne ndajmë qëndrime dhe përkatësi profesioniste të ndryshme, por kooperacioni ose bashkëpunimi, partneriteti me njëri tjetrin është funksionalitet i pluralitetit në shoqëritë e së ndërtuara demokratikisht. Aleksandar Qipa, Unionit të Gazetarëve Shqiptar, i nderuar dhe mik Dejlon, ambasadori i Shqipërisë në pasurinë e shtetit shqiptar. Të nderuar gazetarë nga gjitha treva shqiptare. Fillimisht më lejoni të dëshiroj të gjithë mirëseardhjen në Shkup, mirëseardhjen në Maqedoninë e Veriut, dhe t'ju uroj të keni një vizitë së pari interesante, produktive, por edhe në shërbim të qëllimit për cilin vini këtu. Kuptohet e gjithë kjo pa pak stravitje nuk kishte kuptim. Kur një përfaqësues politik flet për dezinformimin apo për mediat dhe lirinë mediatike, disi nuk kuptohet që është i destinuar të dështojë. Pingu pozicionit qeveritar, disi është i destinuar që parë të shkojë në paket me tensionin në relacion qeveri, media, liri e shqipit. Që ta shkojnë se në komunitetin tonë nga bashkëpunia e Veriut si në radhë. Falenderoj për mbështetjen dhe pasurimin e sot dhe për diskutojmë. Falenderoj zotin Qipa dhe shoqatën. Colleagues and friends, we live in an era where truth is under siege, where narratives are engineered, trust is weaponized, and deception spreads faster than facts. Disinformation is not just noise in the back. Dhe në përgjithësi media tradicionale e ruajnë atë përgjegjësinë ndaj drejt informimit, duke evituar dhe shmangur sadopak dizinformimin. Realitetet e shqiptarëve të Republikës Preshevës, ky realitet shpesh janë anashkaluar, por që duhet të jetë i njohur dhe i adresuar ka të gjithë faktorët kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe për të hapur rrugë të reja investime të posit. Jemi duke punuar në funksionalizimin e zonës industriale, që është një ndër prioritetet për të sanaj që ka dhënë vazhdimisht dhe po jep mbështetjen e pakushtyer për shqiptarët e provincës së Preshevës në tërësinë për arsimin, kulturën dhe përfaqësimin politik shqiptare për mbijetesën dhe zhvillimin tonë. Por për të garantuar të ardhmen sigur për Preshevën, mbështetje të drejtë për projekte që ndihmojnë në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar. Drejt garantimit të drejtave tona dhe forcimit të pranisë institucionale të Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë të Veriut, në Marzi dhe kudo që pritet. Të nderuar gazetar, roli juaj është proces i pazavërtueshëm.
Përmes jush, realiteti geopolitike dhe faktin që sot në rajon kemi 2 kryeministra shqiptar dhe 20 kryeministra shqiptar, realiteti në Serbi mbetet i vështirë dhe shpesh i pa adresuar jo nga shqiptarët, por nga institucionet ndërkombëtare që vazhdimisht po levantojnë Beogradin. Institucioneve me pushtetin ekzekutiv dhe me buxhet. Ne jemi të përjashtuar nga drejtësia, nga Serbia, që synon të dobësoj praninë shqiptare të tretë. Gjithsesi, angazhimet të ndërmarra me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, me premtime për integrim dhe zhvillim, por këto premtime kanë mbetur vetëm në letër. Fatkeqësisht gjendja është përkeqësuar edhe më shumë dhe gjendja shqiptare të luginës së Preshevës është më e vështirë se në vitet 70. Ne impresionuar që e keni marrë në fokus edhe problematikën që ka minoriteti shqiptar në luginën e Preshevës në Serbi. Me orientimin e Ministrisë Jashtme jemi munduar të ngrimë një agjendë shumë të rëndësishme në përkrajnë të problematika e zgjidhjes problematikave që kanë shqiptarët këtu. Të hapëm me i zyrë në luginën e Preshevës me një përfaqësi që të integroni dhe takimet të tilla që bëni, që keni për herë të dytë këtu, që vini nga Maqedonia, pse jo mos ta bëni edhe në Shqipëri duke ftuar 6 deri në 8 subjekte gazetarie që janë prezent në luginën e Preshevës dhe që ngrenë për herë problematikat dhe shqetësimet që kanë.